Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vjo në ditën e 58 protesta e qytetarëve në Tiranë, ata mblodhen fillimisht përpara Kuvendit të Shqipërisë në pritje të fillimit të seancës plenare, ndërsa të tjera grupe janë para Ministrisë së Brendshme dhe në rrugën e Elbasanit. Policia e shtetit ka marrë masa të shtuara sigurie. Perimetri është forcuar me një gardë i gjerë policori përbërë nga dy reshtat të forcave shqiponja dhe ndërhyrjes së shpejtë. Zona përreth Kuvendit vijon të monitorohet nga një numër i madh forcash policore. Situata deri tani paraqitet e qetë, ndërsa pritet zhvillimi i mëtejshëm i protestës dhe mbërritja e deputetëve në Kuvend. Drejtrënies borxhi publik në vendet e Ballkanit Perëndimor. Deri në vitin 2025, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia e kishin ulur borxhin ndaj prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa në malin e zi, rënja e fortë e viteve të para u pasua nga një rritje e re. Kjo rritje u pasua dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Borxhi i malit të zi arriti në 63.5% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa i Shqipërisë në 52.9%. Pas tyre renditej Maqedonia e Veriut me 51.6%, Serbia me 44.4%, Bosnjë dhe Hercegovina me 27% dhe Kosova me 16.5%. Pavarësisht renditjes së lartë, Shqipëria ka shënuar uljen më të madhe të borxhit në rajon për gjatë periudhës analizuar. Raporti zbriti nga 74.1% e prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2021 në 52.9% në vitin 2025. Pritshmërit janë në 50.3% në vitin 2027. Kosova vijon të rënditet me nivelin më të ulët të borxhit publik në Ballkanin Perëndimor. Raporti zbriti nga 21.5% e prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2021 në 16.5% në vitin 2025. Maqedonia e Veriut kryeson renditjen europiane me 124 vdekje të parakohshme për 100.000 banor për shkak të ndotjes në ajër. Sipas raporteve zyrtare, përqendrimi mesatar vjetor i grimcave PM2.5 në këtë vend arriti në 22.3 mikrogram për metër kub në vitin 2021, niveli më i lartë në Ballkanin Perëndimor dhe më shumë se 4 herë mbi normën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shkak për ndotjen janë djegja e lignitit për prodhimin e energjisë, industria, automjetet e vjetra dhe të kontrolluara në mënyrë të pamjaftueshme, djegja e mjeteve në midis të hapur dhe ngrohje e banesave. Në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë, sektori rezidencial gjeneron pothuajse gjysmën e emetimeve të PM2.5. Megjithëse Shqipëria nuk ka një industri të zhvilluar, nëpër masat e ekonomive të mëdha europiane, ajo renditet ndër vendet me pasojat më të rënda shëndetësore nga ndotja e ajrit, me 129 vdekje të parakohshme për 100.000 banor, vendi i 4 në Europë për vdekshmërinë që atribuohet ekspozimit ndaj grimcave të imta PM2.5. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Bashkimin Evropian. Pas gjobës miliardçe të BE-s ndaj Google-it, presidenti SBA-s Donald Trump kërcënoi me vendosjen një tarife të konsiderueshme doganore mbi importet nga Unioni. Bashkimi Evropian do të paguajë një çmim shumë të lartë për këtë sjellje të palishme dhe jashtëzakonisht jo etike, për të cilën i kanë paralajmëruar vazhdimisht, shkroi Donald Trump në platformën e tij Truth Social. Sipas arsyetimit të komisionit, kompania kishte shkelur rregullat e Bashkimit Evropian që synojnë të kufizojnë fuqinë dominuese të tregut të gjigantëve të mëdhenj të teknologjisë. Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi kuadrin ligjor që lejon hyrjen e forcës ndërkombëtare të stabilitetit në ripin e Gazës, raportuan mediat izraelite. ISF është pjesë e Bordit të Paqes, një strukturë e krijuar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe synon të vendosë trupa ndërkombëtare paqëruese në Gaza për të ruajtur rendin dhe sigurinë. Vendimi vjen pas takimit mes kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Donald Trump të planifikuar në Washington. Pas marrëveshjes së armëpushimit tetor, Trump krijoi Bordin e Paqes si pjesë e një plani për paqen pas 2 vitesh lufte mes Izraelit dhe Hamasit. Ky organ ka detyrë të mbikëqyrë rindërtimin dhe sigurinë në ripin e Gazës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.